Unë ju ndihmoj shumë edhe njerëzve. Pikëdopt e kom shoqërinë, i kom njerëzit e luftës, i kom ushtarët me cilët në periudhë më të vështirë të jetës kom qenë bashkë me ta dhe takona në baza të rregullta. Shpeshherë thom, duke qenë se veprimtarinë time si mjek kom fillu shoqatën humanitare Nën Tereza, po vazhdoj me qenë e tillë, mundohem me i ndihmu njerëzve. S'ka ditë që s'm telefonojnë njerëzit që kanë halle, vinë pe vendeve rurale, nuk e kanë në mjek njohun, edhe unë i falenderoj gjithë mjekët që kanë konsideratën kur i ftoj, edhe i thirrin telefon që me respekt i ndihmojnë pacientat, e kanë obligim e kryjnë me përkushtim edhe ata punën, po familjarët kërkojnë ta kenë një besim ose ta kenë një përkrahje shpirtënore. Ju duket që nëse dikush angazhohet, ndihen më të mirë, është ndjenjë i mirë kur je krah njerëzve, krah popullit tënd, edhe ndihmon me aq sa mundesh me ndihmue, me aq kapacitet që ki. Po mendoj kështu me vazhdu këtë rrugtimin tem, mos me deviju pe këtij rrugtimi tem dhe mos me i zhgënjy asnjë send, po në radhë parë mos me zhgënjy veten edhe kontributin që e kom dhënë për Kosovën, do të vazhdoj kështu të jem e tillë.